25 fëmijë të qendrës parashkollore Reja kanë hedhur kapelat në mënyrë simbolike për të shënuar daljen e tyre nga kjo qendër dhe për të regjistruar në klasë të parë. Me një program artistik i cili ngjalli më shumë emocione tek vetë fëmijët dhe edukatorët se po dalin më nga kjo qendër, fëmijët shënuan daljen e tyre nga kjo qendër. Ata u pajisjen edhe me certifikata ku tregohet suksesi i treguar gjatë 2 viteve që i kanë kaluar në qendrën parashkollore edukative Reja. Sot neve kemi ditën që fëmijët përcjellin për në klasë të parë dhe është dita e ndarjes së certifikatave që ato sot e 2 vjet domethënë janë në qendrën tonë edhe vazhdojnë në shtator, vazhdojnë në klasë të parë. Kjo është viti i ditë që po organizojmë këtë manifestim që sadopak përcjellën fëmijët me një eveniment të organizuar. Me hedhjen e kapelave tashmë këta fëmijë do t'ju bashkangjiten bankave shkollore. Ata ishin të lumtur që kanë qenë pjesë e kësaj qendre edukative, ku përveç për kujdesjes tashmë dinë edhe vjersha dhe këngë të ndryshme në gjuhën shqipe dhe angleze.